ka përmbys komplet politikën ndërkombëtare të Amerikës me gjithë botën globale dhe veçanërisht. Prandaj themi që ne nuk kemi leadership. Leadershipi mendon çfarë do të sot, nesër, 10 vjet, 20 vjet, 50 vjet, ku do ta bëj. Nëse të marrësh vendimin në këmbë, pa e kaluar në institucionet shkencore studimore, të të bjerë mi tavolinë, të mblidhe dhe këshillin ndërkombëtar thua ti, dhe të vejë pasar kuvend, dhe jo siç bëri Edi Rama që mblodhi atë deputet e quajti Irani mbështetur për terroristë Krisiku, këto janë skandale. Prandaj unë them të largimi që ai ka filluar se komandën e Napolit e dha, e morën dëshirë. Komanda drejtuesi i NATO-s në Napoli u largua amerikani, e marrën europianët. Ju shikoni që marrëdhëniet me Shtetet e Bashkimit Evropian, me krye Spanjën që përzuri 12 avionë nga Spanja, i tha largo avionën. Pse largoi? Se do bëj goditje. Si kemi ne të atë more kushov tani. Ai kryeministri tim i tha nuk marr pjesë në këto bisedime, hiq avionën. 12 avionë luftarak ishin në Spanjë, amerikanë u larguan. Shmangu kërcënimin iranian. Po neve. Ne e shpallëm masën. Po neve, mori dashe, kupton disha llumi dhe ignorancë kemi në krye të pushtetit. Mos thonë ndoshta tradhtare. Ku ta dimë ne do të koha. Zoti kolonel, mos ndoshta jemi shumë të vegjël dhe nuk kemi mundësi ta kundërshtojmë Amerikën. Amerika nuk merr asnjëri me zot. Po fluturon këmbë drejtira. Nuk merr me zot. Ku është Zvicra, ku është Austria? Shikoni është drejtira. Po Italia jo atë përhershme asaj, i tha Meloni stop. Pra gjithë vendet e NATO në Europë thonë stop, ky njeri ngrihet me e vrap, shkon në atë bordin e famshëm të Trumpit, nuk është bord zyrtar ndërkombëtar, është privat. Merr pjesë atje, jo si flamutar, që se një asnjë. E ka kundërshtuar bashkëtorët e parë, ky ora është normal. Por u del njeriu dhe u dëra shtëpia po llogarit të Ne bëjmë edhe ushtar atje në Gaza. Po. Edi Rama gjithsej ka 5600 ushtarak me uniformë, kokë me 17 gjenar thashë fare. Sa lek do, me çfarë lek do përballoj ato shpenzime Edi Rama, do pagosh ti dhe unë ato. E di apo jo, është minimale $100 në ditë minimalja. Bën llogarit me sa do bëjmë? Sa është borxhi jashtë Shqipërisë? 14 miliardë 600 milionë borxh jashtë. Sa janë detyrimet ligjore që ne kemi nga gjyqet ka me Edi Rama? Me Belgjetin me shok janë 200 milion euro që paguan gjaku shqiptarëve që flasin me rrugë pensionistët. A kupton çfarë drame po i shkëllvendit? Pa shkuton çfarë drame madhe. Këtë ja shkatërron rrugët. Këtë i vjedhë qeveritare. Gjithsa qeverisë burg. Do 60% të asaj apo këta bashkinë në burg. Dramë shqiptare. Dhe vjedhjet po bën sot rrugë zyrtare me shifra. Nga 1.6 miliard dollar që u bodhën shqiptarëve të në financiare piramidale është 10 fishi i vjedhjeve që bën rrugë zyrtare. Kontrolli i lartë i shtetit ka dhënë të dokumentuara 2014-2024 janë 6.2 miliard euro shpërdorime. A kuptoni? 6.2 miliard shpërdorime. Pra nuk janë rastësi mondiale, janë të lidhura njëra me tjetrën. Pra është krizë komplet politike, ekonomike, ushtarake, diplomatike. Pse? Nuk është e demokrati ligjore. Një njeri ka pushtuar Shqipërinë, komandon Shqipërinë do Moqefi, ja fundi. Dram. Dhe nuk largohet. Pse? Pyetja më thjesht. Kur edhe problemi që unë nuk përputhem disa gjëra, do të shoqata. Pa mbara do rregjën. Se nuk do të dot njeri. Ashtu siç bën në vend e fare. Pse si jep dorë një zotëria? Do të ri prieshëm ky? Çfarë do ky një prieshëm? Janë kohë me Verhoxhën ky. Ku janë Verhoxhën? Blidhe byro politike, blidhe komitet qendror, diskutosh, debatosh. Me që vetim gabuara. Po jepni diskutime. Ku ka më sot demokraci? Ku ka demokraci Shqipëria? Po çfarë ka demokraci Shqipëria sot? Çfarë ka? Përderisa nuk ka barazi para ligjit. Përderisa nuk ka barazi dhe raporte të drejta jetese
jetesë ekonomike, ku do apo 120.000 lekë të vjetra pensioni fshat, 4.8 milion të ardhur mujor deputetit. 3.650.000 roga, plus ato që jepin me të karufa, 4.8 milion. 4.8 milion herë 120 deputetë të rikot, ja ku të Shqipëria. Shqipëria nuk është vend i varfër, ka pasuri të jashtëzakonshme në toksore, është vendi më i vjedhur në raport me sipërfaqen dhe popullsinë që ka. Janë të dhëna shkencore, nuk janë dhëna të mia. Nuk janë dhëna të mia. Të gjitha voi themu janë shkencore të argumentuara, nuk janë të mia. Unë studioj, grumbulloj, i krahasoj. Kolonel, kam një pyetje të fundit. Tani përballë situatës që nëse SBA tërhiqet nga NATO-ja, edhe mbesim pa mbrojtje. Ndërkohë që po të marrim një shembull, një nga latët më të fortë, Arabia Saudite, princi deklaroi që nuk do blejmë me arma amerikane pas asaj që ndodhi atje, reagimi i Shtetet Bashkuara etj. Pra kur to marrëdhënie u ndërprerën pra për blerjen e armatimeve nga Arabia atje, po ne që jemi kaq të vegjël këtu më pak interese etj. Ku duhet të mbështetemi përballë kësaj? Kush na mbetet? Do varet mes Tiranës, Berisha dhe Rama dy me kokë poshtë, që çuan Shqipërinë në dramë përfundimtare. Shqipëria nuk ka mundësira financiare që për një kohë kaq të shkurtër të marrë pajisjet dhe armatimet e nevojshme për të shmangur, për të mbrojtur, për të shmangur kërcënimet fillestare të agresionit ushtarak. Leren për mbrojtje, sepse si shtat juve, me çfarë pajisje dhe armatimi Serbia sot, me çfarë do rezistosh ti nuk ke një avion luftarak mbrojtës. Nuk ke një helikopter luftarak mbrojtës, nuk ke asgjë. Nuk ke tanke, djalo. S'ke tanke për djelma. Aleancë këtu është trepalqja me Kroacinë, se Turqia po është blind, Serbia po, vetëm Kroacinë kemi edhe Kosovën. Çfarë force dhe mundësish ka Kroacia për në Kosovën ti që të përballoj një ndërhyrje të fuqishme ushtarake të Serbisë? U kam shifra që kanë, nuk kanë mundësi. Largimi i NATO-s nga Shqipëria është drama e fundit që solli politika shqiptare këtij vendi. Kurse politikat, kryetari PD-s dhe PS-s, këta vendosin, të cilët janë kot janë sklever. Ka Shqipëri pa NATO? Shqipëria duke qenë dhe NATO është në kërcënim të ekzistencës së saj, them libër unë. Pra arsye se genocidi ekonomik që bëri qeveria Rama, duke detyruar dhe atë pjesë shqiptare që shgjenjelu me 2.1 milion braktisë Shqipërinë, dhe nga kjo 2.1 milion që u larguan në Shqipëria, 92% e tyre janë nga mosha 15-26 vjeç. Pra, ka ikur. Këtu janë 720.000 pensionistë, ditë hallit, janë ata që punë Rama, grupet e tjera në qeverinë e Rama, në gjitha nivelet postë që socialist i tërbuar dhe bëj pjesë e tia nuk hyn dot kurrë, kalon verifikohet baba në motor, që nuk bëja skorën e Verhoxhës, po apo jo? Neve jemi në shit fatit. Në shit fatit. I them në libër së shpejt e shëpotim. Vetëm shifra, fakte, data, ngjarje. Flas pak, jap dokumenta. Kolonel, faleminderit shumë. Faleminderit për gjitha. Unë falenderoj shumë disa shokë të mi që se si ka deri fara që janë pjesë shpirtërore ime komunikojnë dhe shumë dhe disa nga jashtë shtetit që jam njohur ose se jam njohur fare fizikisht me ta, të cilët me studimet që bëjnë dhe në anglisht, më vlerësojnë dhe mbështesin dhe ata janë pjesa asaj dekorimi që mora unë. Ai dekorimi që më bë mua. Po titullin pak më parë, titullin ambasadori i paqes. Ambasadori i paqes nuk ishte vetëm Shqipëria, janë më shumë tjerë pa firmos në Amerika jo. Nuk firmos Shqipëri, është ajo. Pra na vlerëson bota e civilizuar dhe bota i çdo shtet dhe na sulmon Rama neve që luftoj për shtetin. Ambasador, faleminderit shumë për titullin dhe urime për titullin ambasadori i paqes, faleminderit shumë për çështjet që diskutuam, urime edhe për librin e ri që keni çuar për votim, edhe që ngrini zërin për Shqipërinë, për sigurisht për shpëtuar këtë që ka bërë. Atë mbi atë s'ka jetë, s'ka asgjë. Ai që shqiptar, ai ka dak shqiptar, tradhtari, nuk e do atë unë. Tu dallimi.
Uroj që zëri juaj dhe kritikat të dëgjohen për të reflektuar sa nuk është vonë. Të falenderoj shumë kolonel. Do reflektimet janë në popull dhe asa të lartë nuk reflektojnë se janë pjesë në kësaj drame Shqipërisë. Ti ndajmë gjërat. Faleminderit shumë.